Кретари комунës së Gostivarit Nevzat Bejta priti në takim pas ditën e sotme ministrin e bujqësisë Republikës së Maqedonisë Mihail Cvetkov, me të cilin kanë biseduar për një sër çështjesh që kanë të bëjnë me bujqësinë dhe përmirësimin e kushteve për bujqit e Gostivarit dhe rrethinës. Pas takimit të cilët e shoqëronte edhe ministri i drejtësisë Adnan Jashari, në preskonferencën kreu i Gostivarit Bejta tha se kanë rënë dakord me ministrin e bujqësisë për restaurimin e di kanaleve për ujitje të tokave bujqësore në Gostivar dhe pastrimin e këtyre kanaleve me gjatësi prej 17 kilometrash, nëpërmjet të cilave kanale ujiten rreth 1150 hektar tokë bujqësore në rajonin e Gostivarit. Bejta shtoi mëtej se komuna e Gostivarit është në gatishmëri të plot për fillimin e projektit në fjalë. Unë pata mundësi që ministrin e bujqësisë ta njoftoj me problemet me cilën ballafaqohen bujqërit e qytetit të Gostivarit. Unë si kryetar komunë në bashkëpunim me administratorët e komunës dhe morëm përsipër që do t'i ndihmojmë ekonomisë të ujrave, që të bëhet sanimi dhe pastrimi i kanaleve të dy pjesëve, edhe pjesës Raven-Vrapçish, sidomos Zdujnë deri në Vrapçish, edhe ndërtimit të pendës për ujitjen e sipërfaqes bujqësore në pjesën e fshatit Çegran. Ram dakord që ministri i bujqësisë, zoti Cvetkov, që do në ndihmoja se këtë ndihmes e bën në interes të zhvillimit të kulturës bujqësore dhe në interes të bujqëve të qytetit të Gostivarit. Edhe ministri Mihail Cvetkov dha dritë jeshile dhe tha se parat për projektin në fjalë, ministria i ka të siguruara, por për fillimin e punëve në teren presin aplikimin me projekt konkret nga ana e komunës së Gostivarit. Јас, како ме информираше градоначалникот, најголем проблем е водоснабдувањето, што еве јас за овие 4 месеци колку сум министер, гледам дека најголем проблем е наводнувањето, имајќи во предвид климатските промени кои што настануваат со немање редовно на вода, така да овие системи за наводнување се неизбежни доколку сакаме да имаме едно земјоделие континуирано и да можеме да ги планираме нашите посеви, односно култури кои што сакаме да заседуваме. Тука кажа градоначалникот дека еден од поголемите проекти кои што се планира ние како Министерство за земјоделие да го реализираме, тоа е системот за наводнување Равен Речица, каде што некаде околу 500 хектари, 3000 хектари треба да се наводнуват, се работи за една огромна површина, за еден огромен проект, некаде кој ќе кошта околу 18 милиони евра. Истиот проект е влезено во владината програма за реализација 15-18 година, значи очекуваме дека за овие 3-4 години, ините 3-4 години ќе се реализира овој проект и секако сте свесни што ќе значи за овој регион тука за земјоделците, значи ќе имаат вода, така да кажам, во изобилие. Gostivari posedon diku me rreth 5000 hektar tokë bujqësore dhe të njëjtat ujiten me ujrat e lumit Vardar, si dhe nga grumbullimi i ujrave të Malit Sharr.